Të lexosh historinë e gazetës Koha Jon është si të përshkosh me detaje, fakte, dëshmi, historinë e Shqipërisë së jetuar e rrëfyer nga njerëzit që me punën e tyre ndërtuan atë që Nikol Lesi e qua në librin Kujtimet të tij, Kështjella e Medias. Shumica e gazetarëve të viteve 90 apo 2000 e kanë pasur në mënyrë të pashmangshme një pikë takim me gazetën Koha Jon, e nëse do të shfletojnë faqet e këtij libri, do ta gjejnë veten në të sipas këndvështrimit të autorit Nikol Lesi, i cili rreket të tregojë veç se fakte. Ishte kohë kur bëhej gazetari, vëren autori Nikol Lesi në libër, duke vijuar se Koha Jon, në kohën kur Bemblushi ishte kryeredaktor, arriti deri në 88.000 kopje të shitura në ditë. Një hapësirë të veçantë në këtë botim. Lesi ka kushtuar jo vetëm ditëve të arta të gazetës, por edhe ato më delikatet në kufijtë e mbijetesës. Viti mbrapsht 97 është një kapitull i tërë ku pas gjithshmërisht historiku i gazetës Koha Jon lidhet me firmat piramidale dhe trazirat me bilancin e një lufte. Shiku filloi t'ju bënte vizita të përditshme kërcënuese e paralajmëruese Nikol Lesi dhe bashkëpunëtorëve të tij pas titujve si Tirana shtyp Tiranën, Dajak në vend të fajdeve, Arrestohet Sudja, Mbyllet populli dhe Xhaferi, e shoqëruar me një nëntitull Vlora në rrugë kundër qeverisë. Gazeta shitet më njëherë. Frok Çupi po atë ditë boton një perl me titull Berisha ra, kush do të ngrihet? Artikulli i Frokut na treguan korrespondentët ishte bler i fotokopjuar, se nuk gjendeshin më kopje në treg. Sulmi i qeverisë atëhershme në grahmat e fundit kulmoi me arrestimin e tij e të gazetarëve si dhe me djegjen e redaksisë. Ja çfarë shkruan Lesi. Më 26 shkurt ndodhi shpërthimi i një bombe te Vefa. Nisën fotoreporterin Gen Shkullaku për ta pasqyruar, por atë që ndodhi atë natë nuk do të harroja as unë as kolegët me të cilët punoja. Në librin Kështjella e Medias ka edhe shumë momente të tjera, foto të rralla si dhe artikuj më të spikatur të gazetarëve të atëhershëm. Shkova me Emin Barshin tek zyrat e gazetës. Ç'të shikoje? Zyrat e gazetës ishin ndjekur totalisht. Nga dritare dilte ende tym. Flaka diqte ende, ndonjë tavolinë gazetarësh, pajisje, dyer dhe objektet e tjera. Kompjuterat e gazetës ishin shkërumbuar. Nëpër korridoret e redaksisë së gazetës vinte erë thartë tymi. Muret e hyrjes ishin qelluar me armë. Nuk e di se çfarë lëndë ishte lëshuar për t'i djegur, por ekspertët e policisë thanë më vonë se ishte përdorur edhe flak hellësja. Teksa e lexon arrin të kuptosh se nuk ka gazetari pa guxim, pasion e dashuri.